në këto zgjedhje ka diçka që është për te i gjitha këtyre. Dhe këtu unë dëshiroj që të përqendrohem përsëri dhe do lodheni mbase duke më dëgjuar ta përsëris çdo ditë, kurdo dhe kudo që të mundem këtë që do t'ju them. Në këto zgjedhje ka diçka që është përtej të gjitha punëve tona të përditshme. Ka diçka që është përtej të gjitha nevojave të çdo komuniteti në jetën e përditshme. Ka diçka që është përtej gjeneratës time, gjeneratës tonë, dhe ka diçka që lidhet drejt për drejt, jo thjesht me partinë tonë, pa diskutim as me asnjë parti tjetër, por lidhet drejt për drejt me fatin evropian të Shqipërisë. Rrethanat kanë dashur që në 11 maj ne të kemi një palëzgjedhje politike, ndërkohë që ne po negociojmë antarësimin në Bashkimin Evropian. Dhe për herë të parë, që se ne kemi filluar të ndërrojmë ditën kur do t'jemi antar të barabartë Bashkimit Evropian, ne kemi një mundësi reale dhe aktuale që të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Nuk e kemi pasur deri përpara disa kohësh, por ajo që unë dua që ju dhe të gjithë ta kuptojnë është që mund mos sa kemi pas disa kohësh. Nuk e kemi pasur deri përpara disa kohësh, sepse pavarësisht se ne kemi bërë detyrat tona, pavarësisht se ne e kemi bërë punën tonë për të ecur më tutje në rrugën e antarësimit, pavarësisht se Komisioni Evropian që merret me shqyrtimin e punës bërë dhe të detyrave të kryera ose jo nga vendet që duan të antarësohen, 3 herë rresht ka konfirmuar që Shqipëria i ka bërë detyrat e veta, dhe 3 herë rresht i ka kërkuar të 27 vendeve që të bien dakord që Shqipëria të hapi negociatat. Ju e dini shumë mirë, ka dalë një vend një herë, pastaj një vend një herë tjetër, pastaj po ai vendi parë për herë tretë, dhe kanë thënë jo.